Të parët tanë, pra besimtarët apo muslimanët e parë, brezat e parë, sigurisht që tregonin vëmendje të jashtëzakonshme për jetën e tyre, për kohët e tyre, për orët e tyre dhe minutat e tyre. Tabini nderuar e Hasan al-Basri, Allahu më shëroft, thot: "Ja ibn Adam, innama anta ayyam." O biri Ademi, ti i përbën nga disa ditë. Fa idha dhahaba yawmun dhahaba ba'duk. Nëse shkon një ditë, ka shkuar një pjesë e jotja, një pjesë e jetës tënde. Dëgjoni këtë porosi të çmuar, këtë këshill të çmuar të profetit tuaj sallallahu alaihi wasallam: "Igtanim khamsan qabla khams." Shfrytëzo 5 gjëra përpara 5 të tjerave. "Shababaka qabla haramik." Rinin tënde përpara pleqërisë. "Wa sihhatika qabla saqamik." Shëndetin tënd përpara smundjes. "Wa ghinaka qabla faqrik." Pasurin përpara varfërisë. "Wa faraghaka qabla shughlik." Kohën e lirë përpara nxënjes së saj. "Wa shababaka qabla maut, wa hayataka qabla mautik." Jetën tënde përpara vdekjes tënde, e transmeton Hakimi dhe saktëson.